Ministria për Ekonominë dhe Inovacionin po udhëheq programin kombëtar për pagesat elektronike. Antarja e kabinetit Rama, Delina Ibrahimaj, deklaroi se qeveria e Shqipërisë po kërkon të ulë informalitetin përmes një nisme që synon të rrisë përdorimin e pagesave digjitale nga qytetarët dhe bizneset, duke ndërtuar kështu një infrastrukturë moderne, të sigurt dhe funksionale. Kemi kryer një projekt pilot për pagesat digjitale dhe për testimin e metodave të reja të pagesave kryesisht të prodhuara nga kompanitë fintech në publik, i cili na ka sjell një sër mësimesh nga pilotimi, qoftë në drejtim të çfarë mungon nga pjesa infrastrukturore e pagesave, qoftë në drejtim të çfarë mungon nga pjesa ligjore. Ministri i Financave deklaroi se deri në vitin 2030 të gjitha pagesat do të jenë digjitale. Nga ana e Ministrisë të Financave kemi filluar dhe jemi në linjë me prioritetet e vendosura nga qeveria shqiptare, me paketën fiskale që po kalon dhe besoj që do të miratohet në datën 11 në parlament. Janë ndërmarrë hapat e para për sa i përket reduktimit të keshit, qoftë të transaksioneve midis bizneseve, qoftë të transaksioneve midis bizneseve dhe individëve. Është një objektiv i qeverisë që deri në 2030 të limitojmë keshin në mënyrë që të bëjmë një formalizim më të madh të ekonomisë shqiptare. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gen Seko, tha se programi për pagesat elektronike do të kryhet në disa hapa. Në kuadrin e modernizimit të pagesave, pa i përsëritur, ne kemi bërë disa hapa si sektor financiar, bankar dhe jo bankar, duke përfshirë dhe institucionet e parasë elektronike. Tani brenda këtij programi janë disa elemente të cilat janë në një proces, pra nuk ka asgjë të re, nuk do prezantohet asgjë e re, janë pikërisht ato elemente që ne kemi diskutuar. Shqipëria kërkon të formalizojë ekonominë dhe të afrohet me standardet europiane, duke forcuar edukimin financiar për qytetarët dhe bizneset.